Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo ditë ju nxit të merrni iniciativa, por është e rëndësishme të mendoni mirë përpara se të veproni. Në punë mund të lindë një mundësi interesante që kërkon vendimarrje të shpejtë. Në marrëdhëniet personale, sinqeriteti do t'ju ndihmojë të shmangni keq kuptimet. Demi. Stabiliteti dhe durimi do t'jenë pikat tuaja më të forta gjatë kësaj dite. Mund të merrni lajme pozitive lidhur me një projekt ose një çështje që ju ka shqetësuar prej kohësh. Në dashuri mbizotron harmonia, ndërsa beqarët mund të kenë një njohje interesante. Binjakët. Bisedat dhe takimet mund të hapin dyer të reja, si në jetën profesionale, ashtu edhe në atë personale. Shmangni premtimet që nuk jeni të sigurt se mund t'i mbani. Financat mbeten të qëndrueshme nëse veproni me maturi. Një surprizë e këndshme mund ta bëjë mbrëmjen më të veçantë. Gaforia. Do të jeni më të ndjeshëm se zakonisht, por kjo do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë njerëzit pranë jush. Në punë kërkohet përqendrim për të përfunduar detyrat në kohë. Në dashuri është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat pa hezitim. Luani. Energjia dhe vetbesimi do t'ju ndihmojnë të rrishni vëmendjen e të tjerëve. Mund të merrni vlerësime për punën ose për pjekjet tuaja. Në jetën sentimentale shmangni krenarinë e tepërt dhe dëgjoni edhe këndvështrimin e partnerit. Virgjëresha. Dita favorizon organizimin dhe zgjidhjen e çështjeve të mbetura pezull. Do të arrini rezultate të mira fal përkushtimit dhe vëmendjes ndaj detajeve. Në dashuri mund të lindin biseda të rëndësishme që do të forcojnë besimin reciprok. Shmangni perfeksionizmin e tepërt dhe lini vend edhe për spontanitet. Peshorja. Balanca do t'jetë çelësi i suksesit tuaj. Marrëdhëniet me kolegët dhe familjarët përmirësohen fal diplomacisë suaj. Në planin sentimental, dita premton momente të ngrohta dhe mirëkuptim. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Akrepi. Intuita juaj do të jetë më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të merrni vendime të zgjuara. Në punë mund të shfaqen sfida, por do t'i përballoni me qetësi dhe vendosmëri. Në dashuri, komunikimi i hapur do të largojë çdo pasiguri. Kujdesuni për ritmin e ditës dhe mos e mbi ngarkoni veten. Shigjetari. Optimizmi ju shoqëron gjatë gjithë ditës dhe ju ndihmon të përballoni çdo situatë me lehtësi. Mund të lindin mundësi për të zgjeruar një urit ose për të planifikuar një udhëtim. Në dashuri, sinqeriteti dhe humori do të krijojnë një atmosferë të këndshme. Britsjapi. Përkushtimi dhe serioziteti do të japin rezultatet e pritura. Është një ditë e favorshme për të mbyllur marrëveshje ose për të organizuar plane të afatgjata. Në jetën personale mund të ndjeni nevojën për më shumë qetësi dhe kohë me familjen. Mos lini pas dore pushimin. Ujori. Idetë kreative do t'ju veçojnë nga të tjerët. Në punë ose studime mund të gjeni zgjidhje origjinale për probleme që dukeshin të vështira. Në dashuri një bisedë e sinqertë mund të sjellë afrim më të madh. Financat kërkojnë kujdes në vendimet afatgjata. Mbrëmja është ideale për aktivitete që ju frymëzojnë. Peshqit. Ndjeshmëria dhe intuita do t'ju udhëheqin në zgjedhjet e ditës. Në punë mund të merrni mbështetje nga një person që e vlerëson përkushtimin tuaj. Në marrëdhëniet sentimentale, mbizotron ngrohtësia dhe mirëkuptimi. Është një moment i mirë për të reflektuar mbi objektivat personale. Horoskopi në Top Albania Radio.